në fakt gëzuar është në fakt janë momentet ku në situata në sheshin qendror të qytetit të Fierit është më e qetë, sepse në fakt festa fillon tani, pra festa e vërtet fillon tani. Por ajo që vlen të thuhet është se gjatë ndrimit të viteve, pavarësisht se temperaturat shënuan rekorde për një zonë si Myzeqeja, kemi të bëjmë me një zonë bregdetare, kryesisht dhe fushore. Aktualisht që flasim, temperaturat kanë shkuar -2 gradë Celsius, dhe megjithatë kjo nuk I pengoi qytetarët që t'i drejtohen shesheve qendrore të qyteteve në bashkitë kryesore të qarkut të Fierit, por në sheshi qendror I Fierit ka patur qindra qytetarë të cilët sheshit qendror për të shijuar spektaklin. A ka patur organizim nga Bashkia e Fierit aty? Më dëgjon Fabiola? Të dëgjoj Valbon. Mirë, nuk e di, sa po t'japim pak kohë kolegis Valbona David sa për të rregulloj pak edhe rrjetin. Në këto momente do doja të ndalesha tek një tjetër zhvillim, ndërkohë që Valbona ju lutem mos ma shkëpusni. Janë 2 vajza bebet e para të 2026-s, njofton kryeministri Edi Rama nëpërmjet një postimi në rrjetin e tij social. Janë 2 vajza të lindura, njëra në maternitetin Mbretëresha Geraldin dhe tjetra në Koço Glozheni. Janë këto 2 postimet ose 2 fotot e 2 bebeve të para të 2026. Në 2026, me sa duket, do t'jetë edhe viti I vajzave. Nuk e di nëse më dëgjon Valbona, nëse je në linjë. Po, Fabiola, të dëgjoj. Kemi 2 bebet e para vajza, I urojmë jetë të gjatë të 2 vogëlusheve. Kështu ka njoftuar dhe kryeministri Edi Rama për 2 vajzat, njëra në maternitetin Mbretëresha Geraldin dhe bebja tjetër në maternitetin Koço Glozheni. Ja ku janë edhe fotot e tyre. Duket se do t'jetë vit vajzash apo jo, Valbon? Po, nëse do t'i referohemi asaj se çfarë besojnë komunitetet të ndryshme në Shqipëri, është jo vetëm që do t'jetë vit vajzash, por edhe I mbar. Sepse konsiderohet se patjetër. Kështu konsiderohet begati dhe zhvillim fakti që në foshnjët e para lindin vajza. Gjithsesi, fëmijët janë ata të cilët I japin kuptim edhe festave të tilla, dhe ajo që doja të thoja është se në sheshin qendror të Fierit, sikundur tham, pavarësisht temperaturave të ulta, ka patur edhe prindër që kanë marrë fëmijët me vetë për spektaklin e Mirë, ka her pas here, Valbon, nuk e di nëse më ndje, ka her pas here një shkëputje, mi edhe unë të falenderoj shumë për këtë raportim të drejt për drejt nga Fieri. Do të shohim në Durrës, Leonida Musa më pret atje. Leonida? Leonida më dëgjon? Po të dëgjoj. Po më dëgjon, ja, dhe po të shohim në këto momente. Shumë qetësi po duket aty? Në fakt, unë ndodhem pikërisht në sheshin kryesor të qytetit të Durrësit, në sheshin Liria, pranë bashkisë qytetit bregdetar, atje ku në këto momente që ju përshini duket një qetësi absolute, por vetëm pak minuta më parë, po thuaj se ishe si një stadium I të mbushur plot e për plot, ku nuk munguan edhe përcjarët të shumë të qytetarëve të cilësh ishin mbledhur në këtë shesh për të uruar njëri tjetrin dhe për të parë spektaklin e fishekzjarëve që bëhet çdo vit në sheshin kryesor të qytetit të Durrësit, ku fillimisht të gjithë durrësakët kanë parkuar me familjarët e tyre në familjare dhe rreth orës 23-25 minuta kanë ardhur pikërisht në këtë shesh për rreth 20-25 minuta pati një atmosferë të shkëlqyer, jo vetëm nga ana qytetarëve, por edhe nga ana e atmosferës që kurua për shkak të fishekzjarëve të shumë që pikërisht në qendër të qytetit të Bregdetit, por tashmë të gjithë ata që janë shpërndarë, ndoshta për të kthyer në familjet e tyre apo edhe për të kaluar disa momente të tjera me shoqërinë apo edhe me të afërmit në lokalet e qytetit të Durrësit, pse jo edhe në janë nisur një pjesë e mirë edhe drejt kryeqytetit, atje ku lokalet e natës, sidomos në këtë ditë të vitit, gumzhin apo gëblojnë, le të themi, në qytetarë të shumë të cilët I frekuentojnë dhe I preferojnë ato. Megjithatë, qyteti I Durrësit në këto momente që e përkasim, shohim një situatë të krejtësisht. Qytetarët janë të paktë, tashmë
në rrugët e qytetit. Leonida, a janë larguar apo nuk pati shumë? Pra nuk dolën shumë këtë vit? Jo, janë larguar, popiola pasi pati një numër të lartë, po thuaj se unë kam rreth të raportoj pikërisht në qendër qytetit të viteve, si vjetë ka qenë një numër shumë herë më lartë se sa vitet e tjera, por qëndrojnë për rreth 20 minuta, pak para orës 12 dhe pak pas orës 12, dhe më pas largohen, si që thashë pak më parë, një pjesë kthehen në shtëpi, një pjesë shkojnë për lokalet apo dhe restorantet e qytetit Durrësit për ta vazhduar mbrëmjen e tyre me ta afërmit, apo dhe familjarët, apo dhe shoqëritë përkatëse, prandaj rrugët e Durrësit tashmë janë të krejtësisht të boshatisura. Vlen të theksoj që pasditja dhe deri rreth orës 12 të natës, qyteti Durrësit ishte i qetë, le të themi, por pati disa problematika për sa i përket disa lagjeve në qytetin bregdetar, patën mungesën e energjisë. Që ka ardhur për shkak të ngarkimit të rrjetit, pasi dihet që të gjithë familjet e qytetit të Durrësit këtë pasdite ka qenë pothuajse të migarkuara, sepse copat apo dhe koncesionerët kanë qenë gjithë në punë. Është e kuptueshme edhe kjo situatë. Mirë, Leonida, faleminderit për këtë raportim të parë për 2026-ën. Do të jemi me kolegun Elton Nika në këto momente, do të lidhemi me një herë me të dhe me pamjet të drejtë për drejta nga qyteti i Vlorës. Elton. Gëzuar nga Vlora. Gëzuar, Elton. Muzikë, koncert, flak po shoh, po e dëgjoj. Të dëgjoj shumë mirë dhe Vlora është në një atmosferë fantastike, nëse mund të themi, është një atmosferë e jashtëzakonshme, qytetarë të shumë të cilë ndodhin në shesh, duke festuar vitin e ri 2026. Janë përcjellë dhe urimet e para nga kryebashkiaka e Vlorës, e cila ka numëruar mbrapsht ardhjen e vitit 2026, por nuk kanë munguar dhe urimet e ardhura nga qytetarët të Vlorës, të cilët kanë uruar për një vit sa më të mbarë të 2026-ës në këtë shesh, i cili me të vërtetë është një atmosferë festive në qytetin e Vlorës. Është me të vërtetë një zhurmë, nëse mund të themi, e krijuar nga koncerti i madh i cili është duke zhvilluar në qytetin e Vlorës, në këtë shesh të madh në qytetin bregdetar, qytetarë të shumë të cilët janë bashkuar festimeve dhe padyshim që nuk mungonin edhe këto çaste festive nga qyteti i Vlorës. Kjo është gjë shumë e bukur. Ne pak më parë, Elton, ishim me kolegun Leonida në Durrës, pas hedhjes së fishek zjarreve, ishte disi më qetë, po shoh që në Vlorë vijohet të festohet në shesh, koncerti vijon aty. Ne po e dëgjojmë në këto momente. A do të qëndrojnë aty në shesh, apo do të zhvendosen nëpër lokale që mund të kenë rezervuara pas 12-s? Si festohet aty? Shiko, koncerti pritet të vijojë të paktën edhe për rreth 60 minuta, ndërsa më pas padyshim që gjithë kanë prenotuar në për bare dhe në ambiente të tjera festive për të vijuar festimet deri në orët e para të mëngjesit në qytetin e Vlorës. Ajo çfarë mund të them, Fabiola, lidhet me faktin që ka shumë qytetarë të cilët kanë dalë nga shtëpitë e tyre pasi kanë festuar me familjarët dhe më pas janë drejtuar pikërisht festimeve në qytetin bregdetar të Vlorës në këtë shesh, ku festa është duke vijuar me të vërtetë, unë mund të them që është një atmosferë me të vërtetë shumë e bukur. Është kënaqësi, ju po dëgjoni edhe koncertin i cili vijon mbas krave të mi, janë emra të njohur të muzikës shqiptare, të cilët edhe pavarësisht temperaturave të ulta, por sjellin një atmosferë me të vërtetë shumë të bukur në qytetin e Vlorës. E kuptohet mirë. Elton, shumë faleminderit për këtë raportim, shumë faleminderit, unë po të lë edhe ty të bashkohesh festës aty në Vlorë. Faleminderit dhe gëzuar. Gëzuar të gjithëve, gëzuar Elton, do të shohim në këto momente Shkodrë me Simon Shkreli, do të jem në lidhje të drejtë për të parë se si festojnë shkodranët. Simon, shkodranët bëjnë shumë qef, o bëjnë shkodranët nuk bën askush tjetër apo jo? Qefi bëhet me shkodran, ne kam thënë, kemi çfarë bëjmë. Duhet pajtohemi me këtë fakt, kemi bërë paqe me këtë, qefi bëhet në Shkodër dhe shoh që Shkodra qenë ka e gjithë në shesh, më duket. Është e gjitha në shesh, madje po qarkullojnë, koncerti vazhdon në para bashkisë së Shkodrës,
Pra, do të vjoj deri në mëngjes. Koncerti ka filluar orës 11 dhe për të vijuar pastaj me këngëtarin si Idris Beleri, i cili po këndon në këto momente, është rezervuar kjo natë dhe ka një numër të madh qytetarësh cilët erdhen pa në spektaklin e Fishek Zjarri, një pjesë e tyre u larguan për në shtëpi apo edhe për në restorantet të cilat kanë rezervuar dhe pjesa tjetër vazhdon të qëndrojnë në shesh në vendet ku përgjatë muajit dhjetor ka qenë një muaj festash këtu në qytetin e Shkodrës organizuar nga Bashkia e Shkodrës. E kuptoj. Ndërkaq, Simon, a ka aty të ardhur, dua të them, ka turist, ka të huaj, ka shqiptarë që janë rikthyer për të festuar apo nga rrethet të tjera, pra është zgjedhur Shkodra jo vetëm nga shkodranët për të festuar? Unë po them shkodrançe, unë zonte këtu pash gjithë çfarë soi bojnjerit, në kuptimin e fjalës. Pra pash turistë të huaj, njerëz të cilët kanë ardhur qoftë edhe nga Mali i Zi, të cilët edhe njoh nga Uqini, nga Tuzli për të festuar, por edhe emigrantë të cilët kanë ardhur për festat e fundvitit që t'i kalojnë në Shkodër. Ndërkohë, përgjatë gjithë muajit nuk kanë munguar edhe turistë e ndryshëm të kanë frekuentuar Shkodrën për të festuar dhe për të ndjerë atmosferën e festave të fundvitit. E kuptoj. Po mirë, më trego pak për shkodranët, si festojnë, dua të them, darka e tyre familjare është në shtëpi apo në restorant kryesisht? Si është trendi aty? Po tash një pjesë e tyre festojnë në shtëpi, pjesa tjetër ose pjesa më e madhe në restorante, por edhe në shesh. Këtu, duke qenë se atmosfera është më ndryshe, Krishtlindjet janë ato të cilat festohen në shtëpi, ndërkohë që viti i ri është një atmosferë krejt ndryshe. Dilet, festohet, këndohet me shoqërinë, me të afërmit, në restorante, në sheshin para bashkisë ku pjesa më e madhe e qytetarëve dhe të ardhurve kanë vendosur që ta kalojnë këtë natë. Dhe besoj se kalohet shumë bukur apo jo? Po patjetër, ku më mirë se në Shkodër. Absolutisht po. Të falenderoj shumë Simon. Falenderoj për këtë raportim dhe gëzuar. Gëzuar dhe për shumë vjet ju dhe gjithë atyre që po na ndjekin në këto momente. Gëzuar gjithëve. Ishtë me kolegun Simon Shkreli nga Shkodra, ku na përcolli pak nga atmosfera atje, shumë bukur në Shkodër, do të shohim se sa atmosferë ka në qytetin e Elbasanit, do të jemi me kolegen Edisona Skënderi. Edisona, mirëmbrëma. Gëzuar, kjo është raportimi i parë edhe për ty për 2026, ne ja ku jemi bashkë, por shoh që një Elbasan që ka shumë qetë. Pra nga një Shkodër e zhurmshme, kalojmë një Elbasan shumë të qetë. Përse ka qetë? Sepse aktualisht temperaturat në qytetin e Elbasanit kanë arritur në -1 gradë dhe ndonjëherë sapo përfundoi ta themi spektakli i Fishek Zjarreve, qytetarët nxituan të largoheshin pjesa më e madhe e tyre drejt banesave, ndërsa një pjesë tjetër, kryesisht moshat e reja, po nxitoi në fakt për të festuar me shoqërinë në klubet ndryshme të Elbasanit, por gjithashtu edhe të Tiranës, por edhe të qyteteve të tjera. Temperaturat në fakt kanë qenë shumë të ulta gjatë ditëve të fundit në qytetin e Elbasanit dhe nata e sotme duket se do të jetë njëra nga më të ftohtat dhe padyshim që kjo ndikoi në fakt edhe tek festimet në sheshin kryesor të qytetit të Elbasanit. Aktualisht qytetarët të themi që janë larguar nga qendra e qytetit menjëherë sapo ndoqën spektaklin e Fishek Zjarreve të organizuara si çdo vit nga Bashkia e Elbasanit, e cila gjatë këtij viti po ashtu zhvilloi një spektakël me Fishek Zjarre, duke uruar në një farë mënyre edhe qytetarët për një vit sa më të mbar 2026. Një urim në fakt që përcjellim edhe ne të gjithë qytetarëve shqiptar kudo që ndodhen, edhe nga qyteti i Elbasanit dhe të kenë një vit sa më të mbar me plot shëndet dhe me të gjitha të mirat që meritojnë kudo që janë. Atmosfera në qytetin e Elbasanit, pavarësisht se temperaturat janë shumë të ulta, nuk ka munguar në fakt gjatë ditëve të fundit, ka pasur një sër aktivitetesh të organizuara
në kuadër të festave të fundvitit, dhe si që do tradita ka kulmuar me mbrëmjen e sotme, por duket se temperaturat e rifleksojnë vazhdimisht. Kanë penalizuar disi këtë moment. Kanë ndikuar shumë, pasi ka qenë ndoshta deri diku e pazakont për natën e ndërrimit të viteve, preferuar vitit të kaluar, vitit që kam pas. Kishte një atmosferë teje të hareshme në qendër të qytetit. Vijojnë të jenë ende disa prej qytetarëve që janë më të guximshëm dhe nuk e kanë shumë problem të qëndruarit në jashtë në të ftohtë dhe që preferojnë të festojnë me shoqërinë edhe ata. Ndërkohë që pjesa tjetër tashmë kanë zgjedhur ngrohtësinë familjare duke ndjekur ndoshta edhe programe të ndryshme që mund të ofrojë ABC News për të gjithë qytetarët që janë duke na ndjekur në këto momente drejt për së drejti dhe duke shijuar padyshim edhe atmosferën nga gjithë qytetet e Shqipërisë. Edisona, të falenderoj për të raportim të drejt për drejt nga Elbasani, ishim me kolegen Edisona Skënderi. Në këto moment e rikthemi edhe njerë Gjirokastrës, kolegut Elidon Berberi. Shojmë nëse kemi të mundur në këto momente të realizojmë një lidhje të plot, pasi pak më parë ishte disi e ngarkuar edhe rjeti. Elidon, më dëgjon? Po, Fabiola. Çfarë po ndodh në Gjirokastër? Është qetësi aty, megjithatë besoj se Gjirokastra ka patur momentin e saj të spektaklit të fishek zjarreve dhe jo vetëm. Absolutisht që po dhe nuk është vetëm atmosfera e cila u krijua pak minuta më ka hedhja e fishek zjarreve të cilat sinto bëjnë mundur nga kështjella Argjiro, por edhe pazari si aty ku jam unë edhe pozicionuar në këtë moment, përveç se madhështisë të që ka edhe dekori i cili është vendosur i ka dhënë një tjetër ngjyrë kësaj pjese të qytetit, e cila është që njëherë mjaft të madhe jo vetëm të qytetarëve gjirokastrit, të cilët kanë pritur ndrimin e viteve pikërisht në kaldrëmet e qëndicura, por kemi patur edhe një numër mjaft të lartë të turistëve të huaj, të cilët janë aktualisht në Gjirokastër dhe po festojnë në lokale të ndryshme, të paktën pranë zonës muzeale dhe aty që ishin vetëm një moment më parë, ne kemi parë disa grupe të cilat dominonin turistët spanjoll, të cilët edhe në këto ditë të ftohta në këtë ndrim vitit vijojnë të bëjnë diferencën në qytetin e Gurt. Përse e kanë zgjedhur Gjirokastrën? Çfarë thonë? Duke i referuar asaj që, siç e kemi thënë tashmë edhe më parë, që Gjirokastra nuk ka sezon turistik, pra kemi një turizëm gjithë vjetor, janë sidomos ata italianë dhe spanjollë, të cilët zgjedhin pikërisht qytetin e Gjirokastrës për arkitekturën që ka, për statusin qytet muze që ky gëzon prej vitesh, edhe normalisht që arkitektura bën diferencën në Shqipëri. Ku duhet të theksoj që edhe gjatë mbrëmjes së kemi patur qytetar edhe nga qytetet e Shqipërisë, të cilët i kemi patur prezent në Gjirokastrë dhe kanë zgjedhur qëndrimin e viteve ta kalojnë pikërisht në qytetin e Gurt, pra në rajonin jugor të Gjirokastrës. Kemi patur gjatë muajit jeton aktivitete të cilët e kanë shoqëruar muaj e festave me aktivitete kulturore të ndryshme, me këngëtar të ndryshëm nga gjithë Shqipëria, por jo vetëm, apo edhe me shkurtë kombëtar, të cilët normalisht i kanë dhënë një ngjyrë tjetër pazarit karakterit të Gjirokastrës, i cili vijon edhe tashmë nga viti në vitën të ndryshoj performancën e tij, se takon jo vetëm investimeve, por ajo që është më e rëndësishmja, dekorit, i cili duhet të jep magjinë e tij sidomos në ditët e festave. Mirë, Elidon, të falenderoj për të raportim të drejt për drejt nga Gjirokastra. Faleminderit.